Në një botë ku zërat janë të shumt, ku njerëzit bërtasin për vëmendje, ku të gjithë duan të duken të fortë, por pak janë me të vërtetë të tillë, një vlerë mbetet e rrallë dhe e çmuar. Respekti. Nuk blihet me para, nuk merret me forcë, nuk merret me lutje, nuk rëmbehet me agresivitet. Respekti fitohet me vlera, me karakter, me disiplinë dhe me sjellje të qëndrueshme. Në çdo grup njerëzish gjithmonë ekziston ai njeriu i heshtur, i qetë, i matur, ai që nuk flet shumë, por që kur flet të gjithë dëgjojnë. Nuk është më i zëshmi, as më i madhështori, as më i bukuri, por ai që ka diçka tjetër, pesh. Pesh në fjalë, pesh në sjellje, pesh në praninë e tij. Kjo pesh është respekti. Dhe respekti nuk është fat, nuk është dhunti, nuk është çështje rastësie. Respekti është rezultat i ndjekjes së ligjeve të heshtura, të cilat pak i kuptojnë, pak i zbatojnë dhe shumë pak i zotërojnë. Ligje që e ngren njeriu në nivel, që e ndajnë nga turma, që e bëjnë të duket ndryshe. Më i fortë, më i qartë, më i vendosur. Ky tekst që po fillon tani është një udhëtim i gjatë në atë që nuk të mësohet në shkollë, në atë që nuk e gjen në rrjetet sociale, në atë që nuk e thon shumica. Si të fitosh respektin e njerëzve duke ndryshuar veten, jo botën. Sepse bota të respekton vetëm kur ti respekton veten. Dhe kur ti ndërton veten sipas këtyre 10 ligjeve, çdo njeri, mik, i huaj, kundërshtar, i afërt apo i largët, e ndjen forcën tënde, edhe pa e thënë me fjalë. Këto ligje nuk janë thjesht këshilla, janë armë, janë mburoj, janë mekanizma që të mbrojnë nga manipulimi, zhgënjimi, nënvlerësimi dhe mungesa e peshës në marrëdhëniet tua. Tani fillon rrugëtimi, dhe kur ti mbarosh të gjitha këto kapituj, do të kuptosh një të vërtetë të thjeshtë. Respekti nuk fitohet duke ndryshuar njerëzit. Respekti fitohet duke ndryshuar mënyrën si ti e prezanton veten para tyre. Respekti është monedha më e vlefshme njerëzore, më e rëndësishme se paraja, më e fortë se rrjeti i njohjeve dhe më e qëndrueshme se çdo status shoqëror. Disa e kërkojnë, disa e lypin, disa e pretendojnë, por vetëm disa pak arrin ta fitojnë me të vërtetë. Dhe sekreti është i thjeshtë. Respekti nuk merret me forcë. Respekti fitohet duke qenë i tillë që njerëzit e ndjejnë natyrshëm praninë tënde, vlerat e tua dhe karakterin tënd. Ky tekst i gjatë dhe i thellë shpjegon 10 ligjet universale të respektit. Ligje që kanë funksionuar tek udhëheqësit, mendimtarët, njerëzit e fortë dhe të dashur, tek të urtit dhe tek ata që kujtohen edhe pas vdekjes. Do t'i zbërthejmë me shembuj, analizë psikologjike, situata të përditshme dhe mënyra konkrete si t'i zbatosh. Ligji 1. Qëndrimi i qetë, forca më e madhe është heshtja që kontrollon veten. Nuk është e vështirë të bërtasësh, e vështirë është të mos e bësh. Njerëzit respektojnë ata që dinë të mbajnë veten nën kontroll. Qetësia të bën të dukesh i fortë, i pjekur dhe i pandikueshëm nga provokimet. Në çdo grup njerëzish, shiko se kush është më i qetë. Zakonisht është ai që ka më shumë influencë. Jo ai që flet më shumë, por ai që flet kur duhet. Pse qetësia sjell respekt? Sepse tregon siguri të brendshme. Sepse njerëzit e perceptojnë qetësinë si kapacitet për të menaxhuar krizën. Sepse njeriu që hesht zakonisht shihet si njeri që po mendon diçka, dhe kjo krijon mister, pjekuri dhe autoritet. Shembull konkret. Në një debat pune, 2 kolegë fillojnë të akuzojnë njëri tjetrin. Njëri prej tyre ngrihet në këmbë, ngrit zërin, fyen. Tjetri qëndron ulur, i qetë, pret dhe përgjigjet ngadalë me fjalë të shkurtra të menduara. Në fund, edhe pse i qetë nuk ishte ai që bërtiti, njerëzit automatikisht respektojnë pikërisht atë që ruajti qetësinë. Si ta zbatosh këtë ligj? Mos u përgjigj menjëherë kur je i nervozuar. Bëj pushim 2 sekonda para çdo fjale të rëndësishme. Flit ngadalë. Të gjithë respektojnë zërat e qetë. Ligji 2. Fjala e dhënë, respekti ndërtohet mbi besueshmëri. Nëse do të fitosh respektin e njerëzve, atëherë duhet të jesh njeriu që i qëndron fjalës. Fjala është kontrata morale më e vjetër në histori. Kur dikush thot, po, e bëj, apo, do jem aty, dhe më pas nuk e mban, reputacioni i tij bie. Nuk ka rëndësi sa i talentuar, sa i zgjuar apo sa i pasur je. Nëse nuk je i besueshëm, askush nuk të respekton thellë. Pse njerëzit respektojnë ata që mbajnë fjalën? Sepse njerëzit kërkojnë siguri, sepse tregon integritet, sepse njeriu që e mban fjalën është i parashikueshëm dhe i ndershëm. Gabimi i madh i shumicës. Shumë njerëz japin premtime të vogla që nuk i mbajnë, sepse s'ka gjë, por respekti humbet pikërisht nga gjërat e vogla, jo nga të mëdhat. Si ta zbatosh këtë ligj?
Premto më pak, bëj më shumë. Bëhu i drejt edhe kur askush nuk po të sheh. Nëse nuk mund ta mbash një premtim, thuaje hapur menjëherë me respekt. Ligji 3. Margjina e privatësisë, mos trego gjithçka. As mos qerr zemrën për të gjithë. Respekti rritet kur ruan një pjesë të vetes të fshehtë. Shumica e njerëzve humbin respekt sepse flasin shumë, tregojnë gjithçka, hapen aty ku nuk duhet. Njeriu që i tregon të gjitha është i dobët. Njeriu që ruan diçka për veten është i fortë. Respekti lind nga misterioziteti. Psikologjia e perceptimit tregon se njeriu vlerëson më shumë atë që nuk e kupton plotësisht. Misteri të ngre vlerën. Një njeri plotësisht i lexueshëm nuk krijon respekt, krijon vetëm komfort të tepërt. Si ta zbatosh? Mos trego problemet e tua gjithë ditën. Mos u ankohesh të gjithëve. Mos i hap të gjitha kartat në fillim. Njerëzit respektojnë ata që dinë të ruajnë kufi. Ligji 4. E se kërko miratim, sa më shumë të kërkosh pëlqimin, aq më pak të respektojnë. Asgjë nuk e heq respektin më shpejt se sa varësia nga mendimi i të tjerëve. Kur bën një veprim dhe pret patjetër duartrokitje, kur shikon fytyrat e njerëzve për të parë nëse e pëlqyen atë që the, atëherë humbet forcën tënde. Respekti nuk merret duke u përpjekur të pëlqejnë. Respekti merret duke qenë i vërtet me veten, edhe kur të tjerët nuk pajtohen. Njerëzit e fuqishëm nuk e pyesin turmën. A ju pëlqej unë? A më pranoni? Jo. Ata thonë, unë jam kjo. Merrm ose lerm. Dhe pikërisisht kjo sjell respekt. Ligji 5. Distanca emocionale, mos u lidh shumë shpejt me njerëzit. Respekti nuk vjen duke qenë shumë i dashur, as duke qenë gjithmonë i disponueshëm, as duke qenë ai që sakrifikohet pa limit. Respekti vjen nga balanca. Njerëzit respektojnë ata që tregojnë mirësjellje, po edhe kufi. Janë të dashur, por jo servil. Janë të pranishëm, por jo të varur. Ligji 6. Autoriteti i sjelljes ke dinjitet. Të respektojnë. E humbet. Të shkelin. Dinjiteti është mënyra si e mban trupin, sjelljen, vendimet, tonin e zërit. Është mënyra si e trajton veten dhe si nuk e lejon veten të trajtohet poshtë. Njerëzit nuk i masin fjalët e tua, i masin sjelljet e tua. Nëse dikush të flet keq dhe ti e pranon, respekti zhduket. Nëse dikush të trajton pa drejt dhe ti hesh nga frika, të shohin të dobët. Por nëse ngrihesh me qetësi dhe thua, jo, më respekto, atëherë njerëzit të marrin seriozisht. Ligji 7. Mungesa e varësisë, jini të pavarur emocionalisht dhe financiarisht. Njerëzit respektojnë atë që s'ka nevojë për ta. E thënë ndryshe, kur nuk je i varur të respektojnë, kur s'kan që të marrin prej teje, por ti prapje i qëndrueshëm të ngren në nivel. Pavarësia është magnet i respektit. Ligji 8. Authentic poer bëhu i fort, por i qetë, i drejt, por jo arrogant. Forca që respektohet nuk është agresiviteti, as dominimi, as frika. Forca që respektohet është drejtësia, maturia, vendosmëria pa ulur të tjerët, qetësia në presion. Sa më shumë e të kontrollosh veten, aq më shumë kontrollon dhe respektin e të tjerëve. Ligji 9. Largohu e rëkoh, disa situata nuk kanë nevojë për luftë, por për largim. Një nga mënyrat më të mëdha për të fituar respekt është të largohesh nga njerëzit toksik, nga debatet e kota, nga situatat që stërrisin. Kur largohesh me dinjitet, jo duke shpërthyer, jo duke shar, por duke thënë, unë nuk merrem me këtë, atëherë njerëzit e kuptojnë që je në nivel tjetër. Njeriu që di të largohet me kokën lart, gjithmonë respektohet. Ligji 10. Fito respekti në vepra, jo me fjalë. Në fund të fundit, respekti nuk kërkohet, nuk lihet si koment, nuk kërkohet me shkrim, nuk fitohet duke folur bukur. Respekti fitohet me vepra, me punën tënde, me rezultatet, me sjelljen, me karakterin, me vendimet, me mënyrën si trajton të tjerët, me atë që bën kur askush nuk po të sheh.